Zoja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe njohim me shtypjen e ditës e hënë 23 maj 2016. E hapim si zakonisht me gazetën Panorama që hapet me kryartikullin Kush përfiton, 3 vendime në qeveri sa do të rriten pensionet. Zbardhen 3 ndryshimet në skemën e pensioneve, kategoritë që përfitojnë shtesë nga kompensimi i energjisë elektrike te pensionet para 1997-s, shkrim që do të keni mundësi ta lexoni në faqen 7. Në faqen 9 do të lexoni padia e re në prokurori e 20 vjeçares që filmoi Shukri Xhelilin, po më bëjnë presion dhe shantazh. Pas videos dhe dëshmis për favore seksuale, vajza denoncon kërcënimet, janë freshistët e Dibrës. Ecim më tej me të tjera shkrime, Spiropali, Blushi dhe Hafizi kanë mbetur si peshku në zall. Zgjedhjet në Partinë Socialiste, emrat e kandidatëve për 61 bashkitë, shkrim që do ta gjeni në faqet 2 dhe 3. Protestë në Kruj, Partia Demokratike kërkon largimin e Bushit, flet Bardhi, pse përdora 4 emra në faqen 4 dhe 5. Java e inovacionit, Luarasi mbështet sipërmarrësit e rinj, shkrim që do ta gjeni më të detajuar në faqen 6. Ndërkohë në faqen 12, në mesnat Vlorë, atentat Çipurit, antar i bandës Gaxhait. Dokumenti, raporti sekret i sigurimit për Selman Rizën, ja quam Titos si kriminal lufte në faqen 18 dhe 19. Vazhdojmë me opinionet, ku nga Gron Gjekmarke do lexoni në faqen 17 opinionin, parimet e Bashës apo numrat e Ramës. Ndërkohë në faqen 16 vjen opinioni nga Valbona Zeneli, a mundet që TTIP të dekorojë Brexit. Ndërkohë opinioni i fundit nga Nard Ndoka, në faqen 17, shoqëri në rrezik, degradimi moral në rritje. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama, do të ecim me temën të përditshme në Shqip. Helikopteri shkarkohet shefi i sigurisë së Farkës. Altin Lama braktis stërvitjen ditën e aksidentit, rezultonte në detyrë, por fluturonte me një mjet privat. Incidenti në hapësirën shqiptare, 2 avion të NATO-s në fluturim, pilotët e avionit i zëgjumi alarm për pekmarrje në 3 shtete në faqen 11. Ndërkohë në faqen 2, reforma skadon sot ultimatumi i Partisë Socialiste për opozitën për plasje për draftin paralel. Burgu liron të kërkuarin prej 10 vitesh nga Interpoli. Skandali në Lezhë, Zoto shpjegon lirimin e të dënuarit kosovar për vrasje, shkrim që do ta gjeni në faqen 7. Ndërkohë ish kryekomunari dhe ish kreu i hipotekës akuzë për tjetërsim prone. Hetimet për falsifikimet në GOS në faqen 6, do të keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Dekriminalizimi, Partia Demokratike nis gjyhetin për të dënuarit, rrëfehen 2 kryetarë bashkie në faqen 3. Ndërkohë në faqen 9 do të lexoni si u kthye Kosova në një tokë pjellore për ISIS-in nga Karlot Gall.
Ndërkohë nga Ilir Yzeiri do të lexoni kur krimi dikton rregullat në demokraci në faqen 9. Ndërkohë në faqen 8 nga Zamira Çavo, Tell the Truth. Aksidentet Agjinasto fajson policin, hetimet nxjerrin shkak sigurinë e rrugëve, ministri kërkon më shumë patrullime në faqen 11. Ndërkohë në faqen 10, vendimi qendra e Tiranës do të jetë pa makina çdo të diel. Dita pa makina, Mazniku jetë më sociale për të gjithë qytetarët. Intervista Silsej Xhafa, pushteti që të qëndroj larg artit në faqet 20 dhe 21. Ndërkohë nga sporti vjen shkrimi finalja Kuksi fituesi Kupës së Shqipërisë me 11 metërsha. Ekipi drejtuar nga Duro triumfoi ndaj Laçit dhe bën historinë. Në faqen 22 do të keni mundësi ta lexoni më të detajuar të shkrim. Rregojë me shkrimet ndryshe. Këshilla sekretet se si të qetësoheni në fund të ditës në faqen 15. Ndërkohë në faqen 18 personazh Melania Trump nga modele drejt zonjës së parë. Qitësja shqiptarja që rikthehet pas 20 vitesh në Olimpiadë në faqen 19. Këto shkrimet kryesore të faqes së parë të gazetës Shqip. Do të ecim më tej me të përditshmen Gazeta Shqiptare. SHKP hapen 4570 vende të reja pune, javë zanatet. I nevojshëm krijimi i llogarisë personale në faqen zyrtare. Shërbimi kombëtar i punës, si të aplikoni dhe mënyra për të përfituar vendin nga mësuesit, shitësit e ekonomistët, të gjitha ofertat në faqet 7 deri në faqen 9. Do të keni mundësi që të gjeni më detajuara këto shkrime. Trashëgimtarët 8000 dosjet me mangësi dhe dokumentet që u duhen. Kësti i dytë, Ministria e Financave publikon listën në faqet 14 deri 16. Ndërkohë kryebashkiaku i Mallakastrës, dënimi im në Itali, ja e vërteta. Artur Bushi i Krujës do të padis Partinë Demokratike. Opozita proteston përpara Bashkisë së Krujës, emri i dytë Kastriot Cakoni në faqet 2 dhe 3. Opinioni i ditës nga Shaban Murati, koha e një nisme të Tiranës për Kosovën në NATO në faqen 17. Përkujtohet revolta e Spaqit, dalin në dritë dokumente të reja dhe letra nga arkivat. Hapet sot lugina e qendresës në faqet 12 dhe 13. Plagoset me silenciator shoku i Gaxhait, ngjarja në Vlorë në faqen 5. Në faqen 6 në Kavaj, 5 në gjyq për falsifikim të tokave në Bregdet. Regjistrat e rinj, pronarët në Vlorë, emrat dhe vendimet. Në faqen 19 deri në faqen 21 do të keni mundësi që ta lexoni këtë shkrim. Do të ekstradohej për vrasje, lirohet nga burgu i Shënkollit kosovari. Skandali në Lezhë, priten arrestime. Shuaib Zuka ishte dënuar me 20 vite heqje lirie. Nisin hetimet dhe gjetja e përgjegjësve në faqen 10. Flet bukurie Mata, Bleonën e kanë parë në Angli, kam pamjet e njoha vajzën në faqen 5.
Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën shqiptare, në të ecim më tej me të përditshme shekulli. Pronat ja harta e kompensimeve, projekti zbardhet harta unike me të cilën Agjencia e Trajtimit të Pronave do të japë vendimet. Drejtuesi i projektit Edmond Lekaj shpjegon sistemin për hedhjen e 65.000 dosjeve. Harta zbulon në mbivendosjet transparencën për çdo sipërfaqe dhe pretenduesit, si dhe eliminon hartat penguese. Shkrim që do të gjeni në faqen 4 dhe 5. Mashtrimi skem piramidale me të rinjt për klikimet në internet. Kompania e akuzuar në Turqi për mashtrim premton fitim të shpejt në tregun e shërbimeve IT. Të mashtruarit rrëfejnë skemën në faqet 10 dhe 11. Eci mëtej agron në Kodra, farmacitë bujqësore, pesticide pa recetë për fermerët në faqet 16 dhe 17. Ndërkohë intervista, stilistja shqiptare tani aktore në një film indian. Elsa Nilaj, nusja nga Shkodra që u martua me aktorin indian, hyn në botën e madhe të filmit. Rrëfimi për rolin e Marias, europianes që gjeti dashurinë në Indinë e largët në faqen 20 dhe 21. Fier, divorcet, baballarët lënë pa bukë fëmijët. Çfarë ndodh në zyrën e përmbarimit me paratë që njëri nga prindrit detyrohet të paguajë për fëmijët që shkojnë me nënën e tyre në faqet 14 dhe 15. Romani Virgil Muçi zbulon mëkatin e Rozafës dhe të Konstantinit e Dorontinës në faqet 18 dhe 19. Në faqen 6 do të keni mundësi të lexoni avokatja, pronarët 20 përgjigje për aplikimet dhe dëmshpërblimet. Ndërkohë në faqen 2, në Vlorë, atentati shantarit të bandës Gaxhait. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Shekulli. Do të ecim më tej me të përditshme në dita. Kjo gazet ka si kryartikull atentat Enver Hoxhës, kush ishte Avdul Banushi, njeriu që bëri 31 vjet burg dhe ka hyrë disa herë si agent në Shqipëri. Çfarë deshi të bënte ai në 29 nëntor të vitit 1974, si e ka njohur atë shkrimtari Mihallaq Qilleri në fillimin e viteve 90, bëmat dhe peripecitë e një kurveleshasi kokfort. Shkrim që do të keni mundësi ta gjeni në faqen 2 dhe 3. Skema e re e mashtrimit që po zhvat të rinjt në faqen 13, tjetër piramid. Kush është Mega Holding, marifeti i firmës turke që po mashtron studentët e njohur mbi shërbimet IT. Luli me 40 deputet, 5 i dalin për i bret nga Arbenduka, do të lexoni vargjet. Ndërkohë nga Bledar Kurti, a është Shqipëria një vend kuçkash? Në faqet 8 dhe 9 do të keni mundësi që të lexoni këtë shkrime. Dëshira Subashi, kjo është reforma e tortës së drejtësisë. Intervista mbi ritmin e një procesi ecengec, shkrim që do të keni mundësi ta lexoni në faqet 6 dhe 7. Në faqen 11, sa do shiteshin armët, Mitrolozi 1.000 euro, çmimet e Arsenalit kapur në Korçë. Nga Elvis Xhelo do të lexoni profesionist ose jo shqiptarët duan të ikin, që thonë statistikat në faqen 9.
Ndërkohë në faqen 14, shëndet, këshillat e mjekësisë, sinkopia, pse ndodh humbja e përkohshme e vetdijes. Ishin këto dhe shkrimet kryesore të gazetës Dita. Do të ecim më tej me të përditshme Standard. Akademia e Shkencave sot votimet. Pse të Kurti i Dijes po flitet për klub stalinist, fuga grusht anti-institucional. Partia Demokratike tentativë për uzurpimin e çdo hapësire për vendimarrje demokratike, përdorimi i metodave staliniste të votimit, atentatit të mërshëm që i bë dignitetit të Akademisë së Shkencave, shkrim që do të gjeni në faqen 3. Dita e fundit e aplikimit, kombesimi pronave, sot përfundon afati ligjor, ja çfarë ndodh më pas. Në faqen 10 do të keni mundësi që ta lexoni këtë shkrim. Ecim më tej në faqen 5, aksidenti ajror shkarkohet nga detyra, shefi i sigurisë ajrore në FARK shkeli disiplinën. Basha në Pogradec do të anullojmë koncesionet, toka do të jepet fermerëve për përdorim në faqen 2. Ndërkohë në faqen 11, gjyqi me pronarët shtyhet afati për hapjen e akseve të Unazës së vogël. Në faqen 6, i dënuari me 20 vite, kosovari fiton lirinë, burgjet s'kishte vendim për ekstradim. Në faqen 10 do të lexoni dita pa makina, qytetarët në aktivitete. Velia i zvarkon betonierën tek parku i liçenit. Ecim më tej, reforma në drejtësi, sot mblidhet komisioni, Partia Socialiste e ngurt, Partia Demokratike se çdor nga propozimi në faqen 3. Mistere suplement, 7 vendet e braktisura më të frikshme në planet. Ndërkohë arsyet pse njerëzit bëhen fantazma pas vdekjes. 9 mistere që shkenca ende nuk po i shpjegon dot. Janë këto shkrime që do të keni mundësi të lexoni në brendësi të gazetës Standard. Ndërkohë nga sporti vjen shkrimi Kupa e Shqipërisë, ku si realizon ëndrrën, fiton përballë Laçit 6-4 me 11 metërsha. Kemi përfunduar edhe me gazetën Standard, do të ecim më tej me të përditshme sot. Samiti i NATO-s blindon Tiranën, prej një muaj agjentët të CIA-s, FBI-s dhe MI6 kontrolle intensive për prezencë të shërbimeve ruse, krijen 7 hotele mikpritës në faqen 3. 15 institucione shkelin ligjin e dekriminalizimit, fshehin informacionet për zyrtarët, asnjë publikim në faqen e internetit nga DAP dhe Shish, Presidenca dhe Kuvendi në faqen 2. Pas nenit të 25, Berisha merr në kontroll Komisionin e Reformës në Drejtësi, dyshime se mund të shitej nga Basha dhe Halimi, 5 antarë të besuarit e tij në faqen 5. Në faqen 7, është në duar të sigurta siguria kombëtare. Kryespiuni Visho Lika, të ardhura dhe pension nga kanadezët. Kushtetuesja ngrin mandatet e Sulit dhe Leskajt, kërkesa e Kuvendit kalon në gjendje pritjeje, rritet presioni ndaj gjyqtarëve pas largimit të Kokdhimës në faqen 4. Ndërkohë në faqen 9,
Marko Dajti, pajisja e përgjimit është përdorur për suvenimin e ambasadorëve dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ludhe e Vlautin po nxitohen, i jap se nuk duhet të hapen dosjet e sigurimit. I burgosuri i Spaçit, Mërkur Babameto, rëfen kryengritjen e 73-shit, si sfiduam shtetin komunist për 3 ditë në burgun famkeq, vrasjet dhe torturat që pësuam në faqet 10 dhe 11. Koment dhe analizë nga Arjan Galdini do të lexoni, ata janë vetëm të gjithë jemi vetëm, fatkeqësisht. Ndërkohë nga Ilir Vata, presidenti nga populli dhe dualiteti i pushtetit, shkrim që do t'i gjeni në faqen 20 dhe 26 dhe 27. Ndërkohë nga Fatmir Koçi, jetë me filmin Si e shohun kalimin nga kinemaja në porosi para 90-s tek kinemaja Eksperiment, faqet 15 dhe 32. Fashion zvendësoni xhaketat e holla me një kimono, të cilat janë rrobat e banjos ideale për formën e trupit tuaj. Vezullimi i yjeve në mbrëmjen Galat Far. Gossips, irritohet Ariana Grande, femra që zhvishet quhet e përdal mashkulli seksi. Ankandi, $500,000 për të jetuar një javë në shtëpinë e DiCaprios. Ndërkohë rikthehen 3 muskultierët me super rock dhe nuanca romantike. Shëndeti, problemet me dëgjimin dhe shikimin, ja disa rekomandime për moshën e 3. Ishin këto disa shkrime që do të keni mundësi t'i lexoni në brendësitë gazetës sot, ndërkohë ne ecim më tej me të përditshme në Telegraf. Kjo gazetë vjen me kryartikullin 825 milion për bileta avioni dhe kolltuqe. 2 nga drejtuesit e sapo zgjedhur në institucionet e larta shtetërore e nisin detyrën me çek prej 825 milion lekësh për fluturime me avion dhe mobilim zyrash, ndërkohë që vendi është në krizë, spitalet pa ilaçe dhe shkollat me turne, pashallarët e rinj nisin në luksin me paratë e taksapaguesve në faqen 8. Policia e shtetit ka abuzuar me përgjimet. Përgjimet e pa autorizuara cënojnë liritë dhe instalojnë shtetin policor. E vërteta për politikanët, siguria kombëtare dhe ligji për doganat, flasin Fatos Klosi, Agronduka, Marco Bello, Tritan Kalo dhe Flamur Gjymyshaka. Masakra në shëndetësi, tender fiktiv në QSUT, për 7 muaj jepen 1.4 miliard lekë për mirëmbajtje pajisjesh që lihen pa punë. 80% e pacientëve ekzaminohen në klinika private të shefave të spitaleve, faqen 8. Ecim më tej, Basha në Pogradec, Partia Demokratike do të anullojë të gjitha koncesionet që do të jepen në tokat bujqësore në faqen 4. Ndërkohë profesore Zamira Çavo, politikanët shqiptar dhe diplomatët perëndimor të flasin troç se kush i pengon reformat e mëdha në faqen 6. Ndërkohë në faqen 11, kriza e papunësisë, Elbasani gati të shpërthej
mbi 30.000 të rinj ende të papunë dhe pa asnjë perspektivë. Në faqen 9 do të keni mundësi të lexoni rrugët që vrasin, aksidentet 123 të vrarë dhe në 30 muaj. Lekët jepen në 2015, tenderi në 2016, ndërkohë prokuroria e hesht për rrugët e jugut. Ecim më tej me të tjera shkrime. Recep Ali Mema, Shqipëria vendi i çliruar pa ndihmën e ushtrisë së kuqe, heroizmi i formacioneve sulmuese, kandidatët legjendar, luftëtarët dhe të rënët për liri, dëshmitë e reja në faqet 14 dhe 15. Pena shqiptare, poezi nga Cano Nora, Dimitër Nica, Eliona Thomaraj, Zabit Sulo, Mina Caushi, Irina Hysi. Ndërkohë skica letrare nga Përparim Halili, Jonida Qirko, Nuçi Kota, Ismet Balaj, Bernard Zotaj dhe Lush Susaj. Botime të reja nga Zaho Vasili, Flamur Luta, Milazim Kadriu, Lindit Dushku dhe Pandeli Smisa. Do t'i gjeni këto në faqet 23 deri në faqen 30. Opinion dhe koment. Kriza e përfaqësimit të dekriminalizimit nga Ina Zhupa. Ndërkohë nga profesor Dine Merja do të lexoni ringritja e kërkimit shkencor në faqen 10. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Telegraf, do të ecim më tej me të përditshmen Mapo. Ish zyrtarët në akuzë si u falsifikua pronësia e 80 hektar toke në Bregdet. Ish drejtori i Hipotekës dhe ish kryekomunari i Gosës akuzohen nga prokuroria se me dokumentet falsifikuara kanë shpërndarë në mënyrë fiktive 80 hektar tokë në Bregdet. Toka është ndarë për familjet bujqësore në bazë të ligjit 7501, pa dieninë e këtyre familjeve dhe më pas është shitur nga ish zyrtarët, të cilët janë prezantuar si përfaqësues të përfituesve të tokës në faqen 4. Dyshime mbi kompaninë turke apo rikthehet piramidat online. Pas bursave online, kursimet e qytetarëve shqiptar po kërcënohen nga skema të mundshme mashtrimi, të quajtura Ponzi, të joshur nga premtimet për superfitime. Shumë të rinj janë përfshirë në blerjen me çmime 10 fish më shumë se tregu të shërbimeve IT, si domajne dhe softe në faqen 7. Ecim më tej, atentat antarit të bandës Gaxhait, gjykata i fali 9 vite. Armando Sulejmani, i sapo liruar nga burgu, u qellua disa herë me armë në mbrëmjen e djeshme në Vlorë. 39 vjeçari që mbeti i plagosur, i dënuar më parë për disa krime, njëhet si antar i bandës së Gaxhait dhe ishte liruar nga burgu pa kohë më parë, pasi kishte vuajtur dënimin prej 16 vitesh burg për disa vrasje të ndodhura në qytetin e Vlorës gjatë razilave të vitit 1997. Në faqen 5 do të keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Suplement Mapo, Universitetet, Olimpiada e aftësive, arsimi profesional kthehet në mod. Nxitja e arsimit profesional tashmë nuk është vetëm një nevojë emergjente e ekonomisë për punëtor të kualifikuar për profesione të ndryshme që kërkohen nga tregu i punës, por po kthehet në një trend në rritje që duan ta ndjekin shumë të rinj. Faqen 13 deri në faqen 17 do të keni mundësi që ta lexoni këtë shkrim.
Eci më tej, në faqen 11 do të keni mundësi të lexoni editorialin nga Fitim Zekthi, Dështimi i Utopisë. Ndërkohë në faqen 20 debati pro dhe lër të rinjt, ro dhe lër të rojnë, pra nga Albana Rexhepi. Ndërkohë në faqen 21 nga Ergys Mërtiri, pushteti i homoseksualitetit. Ndërkohë Albanian Stories, intervistë me të dënuarin me jetë nga Rudina Xhunga në faqen 11. Reagimi kryebashkiakët emigrantë në Napoli dhe Sicili i jap se jemi hetuar dhe gjykuar në faqen 3. Në faqen 10 opinion nga Eugen Merlika, shkolla shqiptare dhe mësimet mbi fetë. Ishin këto shkrimet kryesore të gazetës Mapo, ndërkohë do të ecim më tej me të përditshmet sportive. Panorama Sport hapet me kryertikullin Sali akuzon disa persona më lanë jashtëkombëtares. Bomeri Shkodran si kuptoi kriteret që foli De Biasi. Federata Shqiptare e Futbollit më jap një shpjegim. Nuk është fajim, por i rrethanave që s'kan lidhje me futbollin. Në faqen 14 dhe 15 do të keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Në Kupa e Ëndrave, Kuksi i triumfon mes drithërimash. Gjici në delir, tani dua titullin kampion. Shameti Teuta duhet të na paguaj darkën. Ndërkohë Nika kërkon falje për të kuqin, klubi do hetojmë. Veriurët fitojnë për herë të parë në histori Kupën e Shqipërisë duke mundur me penalti Laçin. Feston edhe Teuta, e cila siguron Europën nëpërmjet vendit të katërt. Ndreu nuk u vërtet dot gjyqtarëve, laçianët në lot ja çfarë nuk u pa në televizion. Faqen 2 deri në faqen 6 të keni mundësi të lexoni më detajuara këto shkrime. Analizë nga Besnik Dizdari është lartësia e 56 vjetëve në faqen 13. Ndërkohë në faqen 9, Partizani projekton Andilinën, të kuqtë e shohin mbrojtësin e kombëtare si zëvendësues të Arbenor Feyzullahut. Ndërkohë në faqen 8, kampionët Skënderbeu 12 lojtar pa kontratë. Kupa e Spanjës, Barça do pjetë feston në shtesë me Sevillën, faqen 16 dhe 17. Juventus, diktator në Itali, zbardhet plani për Europën në faqen 20. Ndërkohë revolucioni dridhen lojtarët e Milanit në faqen 21. Në faqen 18 dhe 19, Gjermani, Guardiola, Bayerni do të fitojë Championsin. MotoGP në faqen 12, Rossi në flak, Lorenzo ja del në Itali. Ishin këto shkrimet kryesore të gazetës Panorama Sport. Do të vazhdojmë edhe me të përditshmen Sport Express. Kjo gazeti referohet të fitimit të Kuksit, pra të Kupës së Shqipërisë, më në fund Kuksi. Në finalen e 3 të radhës, kuksianët marrin trofeun, por sa vuajtje. Kuksi lan hakun Laçit për sezonin e kaluar dhe fiton për herë të parë në histori Kupën e Shqipërisë. Finalja dramatike e Qemal Stafës vendoset nga pika e bardhë, pasi 90 minutat përfunduan 1-1 dhe në shtesë nuk pati gol. Gabimi i Dostit tek penaltit shpërblen kuksianët. Gjici realizua një ëndër, tani e ka radhën titulli. Hallaçi Kupa i përligji investimet e këtyre viteve. Ndërkohë Duros dalemi këtu, do të imitojmë Skënderbeun.
Edhe Teuta ka fest pas finales si gëzohen Europës në faqen 2 deri në faqen 4. Do të keni mundësi që të lexoni këto shkribe. Kombëtarja dhe Bjazi e kthen me super, por superstar tek ne. Trajneri italian shpjegon pse Austrinë për fazën përgatitore, motiv logjik, por edhe sepse Federata Shqiptare e Futbollit s'do të paguaj asnjë që darkë. Në fund mbaroi telenovela e Historit e Italisë në faqen 12. Partizani Andi Lila refuzon demat, kërkon divorc Feyzullahu në faqen 6. Europa League nis rrugëtimin në Europë, shqiptarët njohin koeficientet në faqen 7. Në faqen 5, Skënderbeu kampionët ja situata e kontratave të lojtarëve. Në faqen 9, Tirana, Fukui do dyfishim të pagës, synohet Elushi. Vllaznia ekipi në prag formatimi për një sezon në Maja në faqen 8. Ndërkohë në faqen 9, flamurtari vlonjatët binjakëzim me anglezët e Reading. Basket U16 plasher masiv të Superiori Tirana, pezullohet finalja në faqen 13. Ndërkohë Spanjë duan 120 minuta, por Barcelona fiton trofeun dhe realizon dopjetën në faqen 17. Në faqen 16, Angli, Mourinho zgjidhet pasuesi Van Gaal, United tani do të rinis revolucionin. Europiani Varane rrezikon të mos luaj me Francën, Italia e Contes me Paterica në faqen 15. Kemi përfunduar edhe me gazetën Sport Express. Zonja dhe zotrinj, ishte ky shtypi i ditës për sot e hënë 23 maj 2016. Bashkë mirupafshim.